Pas fitores në zgjedhjet të nënshkurtit, Albin Kurti ka shpërthyer ndaj opozitës, duke i quajtur hajvana. E keni po çfarë rrenash pe premtimeve kanë dhënë. Thajshin buxheti i shtetit do të bëhet më i madh se bruto produkti vendor. Çfarë hajvanash? Ose jepshin premtime për koeficient ma shumë se programin e tyne. Çfarë hajvanash? Kjo deklarat pa të nxitur reagime të forta, pasi shumë e kanë konsideruar këtë si një fyerje të rëndë. Kurti ka përmendur disa herë që opozita ka bllokuar procese të rëndësishme për vendin dhe se ata janë përgjegjës për vështirësitë që ka kaluar Kosova në vitet e fundit. Por edhe pse shprehur i ashpër ndaj opozitës, Kurti tani duket se po përpiqet të hapë një rrugë bashkëpunimi, pikërisht me ata që pati kritika të mëdha. Pasi nuk mund ta formojë qeverinë vetëm, ai ka dërguar një letër kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdigjikut, duke e ftuar për një takim të mundshëm. Kjo lëvizje e Kurtit pasi quajti opozitën hajvana dhe tani kërkon një takim, ngre pikpyetje rreth qëllimeve të tij politike, të cilat mbetet të shihen në ditët në vazhdim. Premtimeve kanë dhënë. Thajshin buxheti i shtetit do të bëhet më i madh se bruto produkti vendor. Çfarë hajvanash? Ose jepshin premtime për koeficient ma shumë se programin e tyne. Çfarë hajvanash?